Në Shkodër u përkujtua sot dita e të vrarëve në kufi, e cila shënon edhe vrasja në kufi të 17 vjeçarit Pollum Pollumbi më 16 qershor të vitit 1990, kohë kur regjimi komunist kishte shfuqizuar ligjin që e cilësonte arratisjen si tradhtim ndaj ateut. Ne përkujtojmë me respekt, për ulemi përpara këtyre herojve që kërkuan lirinë që ne na mungonte. Ne jemi keq përpara tyre gjithë ne sot, sepse këta kërkojnë lirinë në sa të tjerë të duhet të krisin regjimin. Edhe sot ne përkulemi me shumë respekt përpara tyre. Lavdi e përjetësi herojve të lirisë. Bakalon në bandet e bija në pa mundësi për marë, mu lutë që një kunor në mund familjes, dhe ja kam banë në mund familjes një kunor. Pra, sot o flasë në mund familjes, një djallë të ri, nënë që ka kënë një gru shumë mirë, sa kënë antare shoqatës, Maria, të vrasish djallin dritën e sëve, ka kënë dishka ramë, sa ja vazhdimisht vite një muj për para për me ba aktivitetin. Historike e krimit komunist është një detyrë morale për gjithë shqiptarët për me kujtu atë terror të tmerrshëm. Por rasti i të vramëve në kufi është një moment tjetër tragjik, sepse vërtetohet përsëri tradhtia e komunistave të asaj kohe të Enverit, pasuesit të Ramizalis. Nuk është se u vranë në kufi disa njerëz, por u vranë shumë njerëz dhe e u kesh trajtuar mas vdekjes. Rezimi nuk bani të njim me ata që i pushkatojnë në për kufi, por edhe i tërhoqi zvarr me makinat e ushtrisë. Disa i vunin e për senra qytetesh për të merruar rinin dhe shqiptarë që të mos ta kundërshtojnë rezimin, dhe shumë prej tyre nuk kanë as varre sot. Vunja në Varozh, një gjakpirës, një super armik i popullit shqiptar, që për 50 vjet anti-Shkodër, anti-katoliku më i madh ku kanë në Varozh. Musliman janë, pa anti-katoliku më i madh. 50 vjet në Varozh asnjë ministër katolik s'ka bë. Edhe me 6 kurt 1967 dite hane, në Varozh mori vënimin me mohu fenet mallin zot populli shqiptar. Kjo ngjarje u shoqërua me demonstratat e të rinjve shkodran nëpër rrugët kryesore të qytetit, shoqëruar me thirrjen kundër komunizmit dhe drejtuesve politik të kohës. Vetëm gjatë vitit 1990 në kufi u vran 54 të rinje të reja në përpjekje për të shkuar drejt lirisë.